Lim Hoti është përfshirë së fundmi në një debateje të ashpër dhe tensionues me ish partneren e tij, Alba Pollozhanin, duke shkaktuar reagime të shumta si brenda shtëpisë, ashtu edhe në rrjetet sociale. Gjatë përballjes, Limi ka shpërthyer emocionalisht ndaj Albës, duke nxjerrë në pa deklarata dhe akuza që deri më tani nuk ishin bërë publike, gjë që ka befasuar jo pak publikun dhe banorët e tjerë. Tonet e bisedës ishin të larta dhe fjalët e përdorura mjaft të rënda, duke e kthyer diskutimin në një nga momentet më të tensionuara të ditëve të fundit. Një nga akuzat më të forta që ai adresoi Albës kishte të bënte me raportin e saj me familjen. Limi akuzoi hapur se nuk mban kontakte me prindërit e saj dhe se sipas tij, ajo nuk ka marrë kur këshilla prej tyre. Ti s'ke kontakt as me mamin, as me babin. Çfarë babi e mami po flet ti? Kur nuk ke marrë këshilla nga mami e babi. Unë po ta them, u shpreh ai me vendosmëri, duke e lënë Albën të habitur nga këto deklarata. Debati u ashpërsua edhe më tej kur Limi akuzoi Albën për mungesë morali, duke përfshirë në këtë diskutim edhe emrin e Ludo Lee, për të cilin ai pretendon se Alba ka shfaqur interesim. Sipas tij, sjellja e saj nuk është vetëm pjesë e lojës, por reflekton edhe mënyrën se si ajo vepron në jetën reale. Loja jote është e djegur, e bën edhe në realitet. Ti e false, tha Limi, duke shtuar se sipas mendimit të tij, Alba sillet ndryshe vetëm për shkak të pranisë së kamerave. Ai vijoi me akuza edhe më të rënda duke deklaruar: "Ti, po të mos ishin kamerat, nuk të intereson kush është i martuar apo jo", duke e cilësuar më pas si të pamoralshme. Deklaratat e Limit vazhduan pa u ndalur, ndërsa ai pretendoi se e kupton menjëherë kur dikush ka interesa të caktuara, duke lënë të kuptohet se Alba nuk është e sinqertë në veprimet e saj. "Unë e di kur dikush do diçka. A do me ta thënë gënjeshtrën", shtoi ai, duke e tensionuar edhe më shumë situatën. Ky debat ka ndezur reagime të forta në publik, ku shumë ndjekës janë ndarë mes atyre që e konsiderojnë reagimin e Limit të tepruar dhe atyre që mendojnë se ai thjesht po shpreh pakënaqësitë e mbajtura për një kohë të gjatë. Mbetet për tu parë se si do të ndikojë kjo përplasje në raportin mes tyre dhe në rrjedhën e mëtejshme të lojës. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e zilës që të informoheni për videot më të reja.